Kandidati i opozitës për Bashkinë e Tiranës, Florian Binaj, nisi sot fushatën elektorale për kryeqytetin. Binaj zhvilloi një takim me përfaqësuesit e të gjitha partive opozitare, të cilat kanë vendosur të mbështesin aktorin e njohur të humorit në këtë garë kundër Partisë Socialiste dhe Ugerta Manastirliut. Mesazhi im është që ne jemi të gjithë së bashku dhe unë si kandidat i pavarur, fal mbështetjes të gjitha partive të opozitës, i bëj thirrje gjithë qytetarëve që të na bashkohen pa dallim partie, pa dallime të tjera, sepse kjo është një çështje që i vlen shumë të gjithë qytetarëve. Binaj shpjegoi se ende nuk ka folur me kryetarin e partisë më të madhe të opozitës, Sali Berishën, por theksoi se është gati të takohet me të gjithë drejtuesit e forcave politike. Nuk kam folur me zotin Berisha, por dhe kam thënë që në daljet në terren në fushat do jem pa përfaqësimin e kryetarëve, por absolutisht jam i gatshëm të takoj çdo kryetar të partive të opozitës. Florian Binaj përsëriti se është një kandidat i pavarur e mbështetja partive opozitare nuk ndryshon asgjë. Siç e thash, jam një kandidat i pavarur, i mbështetur nga të gjitha partitë e opozitës. Dhe nëse ju e shihni si një lloj varësie fakti që mbështetja vjen jo vetëm nga Partia Demokratike, por nga të gjitha partitë të tjera, po jam i varur edhe nga Partia Mundësia, jam i varur edhe nga Partia Nisma Thuri, edhe nga Shqipëria Bëhet, edhe nga Partia Agrare, nga të gjitha. Pavarësisht se Belin Klliçi është drejtuesi politik për Tiranën i Partisë Demokratike, në emër të partisë më të madhe të opozitës në takim ishte Ilir Ali Mehmeti, i cili është caktuar nga PD si koordinator për fushatën për Bashkinë e Tiranës.